Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Emisari i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Peter Sorensen, takimin me zyrtarin e lartë të Departamentit të Shtetit Brendan Hanrahan, e ka vlerësuar të shkëlqyer. Përmes një postimi në platformën X, Sorensen ka shkruar se kanë diskutuar për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, kanë shqyrtuar arritjet e fundit dhe se siguruan harmonizimin në hapat përpara. Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur të pafajshëm Albulen Agjiun, Palekaj, Donika Kadaj Bujupin dhe Besa Baftiun, lidhur me akuzën për çështjen e gazit Lotciellës në Kuvendin e Kosovës në vitin 2016. Njoftimi u bë nga avokatët e tyre në një konferencë për media. Donja Haxhev kishte mbajtur qëndrim të qartë kundraj asociacionit. Pastaj me rastin e zhvillimit të shumë ngjarjeve në atë kohë në parlament, ishin ndaluar së bashku me deputetet e tjerë, ku ndaj tyre ishin ndalur disa elemente që ishin të dyshimta. Dhe ishte mbajtur një shqyrtim gjyqësor dhe asnjëherë nuk ka arritur që të vërtetohet që elementet e dyshimta kishin të bëjnë me veprën penale për shkak dhe ato ishin ndaluar. Pastaj rasti ishte stërngjatur, ku kishte shkuar dhe arrin pas 10 viteve të kemi edhe parashkrim ku në rastin konkret kemi vendim ku lirohen nga gjitha piket akt akuzës Albulena Haxhev dhe të tjerët. Klienti im, zotri Palekaj, është shpallur i pafajshëm nga të gjitha akuzat me cilat është ngarkuar, në rastin e njohur për publikun, rastin e gazit Lotciellës. Pra, kemi të bëjmë me rastin e njohur të hedhjes së bombolave të gazit Lotciellës, për cilat janë pandeh dhe janë ngarku dhe është rast i cili është shqyrtuar tashmë e 10 vite në organet e Kosovës. Vazhdojmë me lajmet tjera. Sot pasdite do t'u jepet lamtumira e fundit 2 nga 3 kosovarëve që humbën jetën në një kantier ndërtimi në Vjenë. Trupat e pajet të Aslan Musliut, Istrev Zekaj dhe Pajtim Bajramit janë nisur pasditën e djeshme për në Kosovë, ka njoftuar Ambasada e Kosovës në Vjenë. Ambasada ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta për familjet e viktimave dhe të gjithë të prekurit nga kjo humbje e rëndë. Derisa ka shprehur mirënjohje edhe për bashkëdhetarët në Austri, të cilët treguan solidaritet dhe gatishmëri për të ndihmuar gjatë kësaj periudhe të vështirë. Një delegacion i doganës së Kosovës ka marrë pjesë në takimin e parë të grupit të projektit për dëshminë elektronike të certifikatave, i cili organizohet nga Komisioni Evropian. Sipas njoftimit, ky takim përfaqëson një hap të rëndësishëm duke adresuar çështje kyçe që lidhen me zhvillimin legjislativ, modelimin e proceseve të biznesit, si dhe forcimin e sistemeve të bashkëpunimit administrativ dhe të licencimit elektronik në nivel të Bashkimit Evropian. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, ka paralajmëruar se bizneset në Kosovë janë në prag kolapsi për shkak të çmimit të lartë të naftës dhe obligimeve fiskale, duke kërkuar nga qeveria uljen e akcizës dhe TVSH për naftën. Tahiri ka thënë se çdo ditë pa veprime konkrete po i shtyn ndërmarrje drejt mbylljes dhe po rrezikon mira vende pune, ndërsa shtoi se përpjekjet e qeverisë për të kontrolluar çmimet duke detyruar bizneset të shesin me humbje nuk janë zgjidhje. Sot shënohet dita botërore e sindromës Down. Shoqata Down Syndrom Kosova ka bërë të ditur se ndryshe nga vitet e kaluara, këtë vit nuk po e përmbyllin fushatën sot,
por po e fillojnë edhe një rrugtim tjetër. Kjo shoqat ka publikuar dokumentarin që sjell sipas tyre atë që shpesh nuk shihet. Hapat e parë, fjalën e parë, vendin e parë të punës, ndërsa theksojnë se po nisin një kauzë që do të rritet çdo ditë, me çdo histori, me çdo zë. Dita botërore e sindromës Down shënohet çdo vit më 21 mars, duke filluar që nga viti 2007. Kjo ditë shënohet për të rritur ndërgjegjësimin rreth sindromës Down. Unë jam Fitoria, nën e 3 fëmijëve. Fëmia ime e parë është me sindromen Down. Kur e kam kuptuar që vajza ime është me sindromen Down, sinqerisht nuk e kam ditë se çka me bë. Jam gjend si në një udhkryq. Si doja dalin, ku të drejtohemi. Fatmirësisht Ndrojmë temë, 24 aksidente janë shënuar brenda 24 oreve në vendin tonë, prej tyre 20 me të lënduar. Në raportin e saj, Policia e Kosovës ka njoftuar se janë shqiptuar mbi 800 tiketa trafiku ndaj kundërvajtësve. Ndërkaq në kuadër të aktiviteteve policore janë arrestuar 11 persona, prej të cilëve 6 janë dërguar në mbajtje. Bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne, miru pafshim.